116, nga 1480, që janë 1480, e kupton që janë këta? Po këta e shërbejnë për ushtri elektorale, nuk është të shërbejnë për të shërbejnë qytetarëve. Këtu tani, nga 1480 do vej 1596, për 4 veta vete 1600 fix. Dakor? Që do t'i sjeli rrugës zonja Mersini, se do duhet një tek ajo, thot e zjarë fiksja, një tjetër tek ajo, do t'i shtojmë, do t'i bëjmë 1600, ta rumbullakosim. Tani zonjë, unë nuk e di si ulen kostot në këtë projekt vendim, që tha zonja Mersini dhe ky zotria i nderuari administratës, që nuk e ka ky faj, shtohen 116 persona të rinj, të cilë do marrin rrogën dhe këta thonë ulen kostot. Pra këtu vazhdojmë të jemi në të njëjtin mentalitet, shtojmë punonjës për të marrë votat, i kthejmë në komisioner, në patronazhist që të na bëjnë vota kur të vinë zgjedhjet e 2027-s dhe zonja Mersini me sa duket ka në një projekcion për vitin 2027 dhe ka filluar që sot që të punoj për vitin 2027 duke shtuar në mbledhjen e parë të saj të Këshillit Bashkiak 116 njerëz të rinj që do vend marrin rrogën, do fusin kartën në fund të muajit tas zotrin, në fund të muajit dhjetor, është dhe para vitit të ri, dhe do marrin 400 dikush, 600 dikush, 800 dikush, nuk na thuhet asnjë fjalë ne për të ulur ta 7 këshilltar që ka kryetari i bashkisë që kanë rroga na 1.800.000, 2 milion. Me drejtora, drejtorie, shtojnë një zvëndës kryetar, po këtë qa do bëj? S'mjaftojnë këta që janë? Qëfar do bëj? As një fjalë për këtë. Se këto kalojnë kështu, na duhen ca të fshesa që të themi ne, po, keni të drejtë se duhet fshirë qyteti. Dakor? Kemi një flot teknologjike e cila ka kushtuar buxhetit bashkisë miliona euro. Dhe nuk është eficiente. Ora, ajo firma duka se po e marrë kështu tani, se nuk është mirë, jemi dhe kështu publikisht. Po 3 makina kishte edhe nuk u asu, dojgjë në njëra vënd grumbullimin betjeve, as ngeli në një ditë qytetim. Pa pastrua, me kostos shumë erë më të ullë, se po paguajnë sot qytetarët nga buxheti bashkisë që administron bashkia. E pse? Sepse të gjithë ata që punësojnë nuk janë njerëz pune ata, janë njerëz partije, zonja kryetare. I punëson zonja Mersini që tu marri votën. A ti vetë personalisht, gruas, djalit, çupës, krushkut, ku digjon, se kështu është kjo rjeti i patronazhimit. Nuk e diti se nuk e marrë me këto punë. Ty biles të zhgënjyen këta se kishe pritshmëri të tjera, po radhën tjetër nuk ka problem, mund ta aprovosh. Jo, po miro theme që se ma bëre po me kokë, unë dhash opinionin tim. Dhe unë jam të projekt vendimi, po ju nuk doni të qëndrojmë të projekt vendimi. Dhe unë këtë dua nga zonja Mersini të na thot si ulen kostos, se e dëgjova me vëmendje, thash dhe njerë, bëri këtu një rezume të gjërave që janë tekniket, cilat nuk i ju në punë, as qytetarëve se nuk i kuptojnë ata, sa metra katror gjelbërime, sa metra trotuar ka të shtruar. Ne duhet të na thot sa janë kostot e kësaj organigrame, që shtojnë 116 punonjës. Një e para, e dyta, mua vjen shumë keq që këtu përsëritet i njëjti gabim, para 6 muajsh këtë ndërmarrjen që sot po e bashkojmë, e ndam me zelli më të madh për të krijuar disa vende pune, sepse ishin përpara zgjedhjeve dhe duhet pranuar. Tani, për t'i dhënë ndofta edhe fuqi zonjës Mersini, meqense është e re në këtë pozicion, që të ketë 3-4 persona, se është e vështirë dhe burimet njerëzore, se ne tani po përjetojmë 3 administrata. Një administrat e la Leli, një e bëri Dredha. Iku Dredha, erdhi komisioni Çuçi i vëngu Sinaj, që e mronin ata. Tani iku ata erdhën Erdi zoti Alili, komandoj një 2-3 ai, se nuk pati kohën e nevojshme për të bërë dhe ai. Tani erdi Bruna, do bëj dhe Bruna administratën e saj. Ish ca, vir ca. Në fund fare janë kosto për qytetarët ta, zonja kryetare, të nderuar qytetar. Janë kosto në kurizë të qytetarëve të buxhetit të bashkisë, i cili fatkeqësisht shpërdorohet. Ka me 10 sinjalizime unë që në këto ndërmarrje që këta kërkojnë të shtojnë njerëz, janë me 10 në mos me 100 punonjës që nuk shkojnë fare të paraqiten në institucion. Marin rrogën. I kanë futur atje një deputeti, një kryetari bashkisë, një ai forti lagjes e tjera si këto. Te mundesh të përqendrohesh te projekt vendimi? Po ky është projekt vendimi. Po, jo këto si janë pjesë. Ja të përqendrohem dhe më shumë, meqense kishe më radhë. Edhe nuk më pëlqen fare që kjo metodologji që përdoret tu nga kolegët këshilltar socialistë, dhe këtu e kam edhe me zonjën Bezhani, kjo zelli i madh për t'i treguar atij që vinë në këtë pozicion që ne do të mbështesim me projekt vendimet që ti paraqit, ore zotrinj. Jeni po juve, thash dhe njerë, që keni pasur zell për t'i ndarë këto, sot keni zell për t'i bashkuar. Kush është këtu, po themi ajo, pjesa që qytetarët duhet të besojnë? Si mund të besojnë qytetarët juve që dije para 6 muajsh i ndatë të ndërmarrje, sot po i bashkoni? Në të njëjtën kohë, kam një ftesë edhe për kryetaren e bashkisë, në këto 2-3 muaj zonja Mersini, bashkia ka qenë e çorganizuar. Për shkak edhe të
mos pasjes së kryetarit real definitiv të bashkisë, sepse zotëria që u komandua këtu në mënyrë të jashtëligjshme nga kolegët këshilltar socialist, nuk e kishte tagrin për ta drejtuar, sepse nuk ishte i zgjedhur. Në të njëjtën kohë duhem parë me vëmendje të gjitha procedurat, sepse këtu ka pasur edhe disa procedura të devijimit të fondeve publike, kush ka qenë mënyra e prokurimit të tyre, si kanë ecur këto procedura, sa janë ankuar firmat përkatëse që kanë marrë pjesë në këto procedura, sepse kemi informacione që këto procedura kanë qenë procedura të vesuara ose të diktuara, dhe është mirë që taksat e qytetarëve të mos shpërdorohen dhe mos shkojnë në xhepat e klientëve të qeverisë, të Partisë Socialiste, të këshilltarëve, të kryetarëve e të tjerëve me radhë. Këtë e kam ftesë miqësore, shpresoj shumë që mos t'jesh interprete e klaneve mafiozo-ekonomike që ekzistojnë në qytetin e Vlorës, të cilët kanë dëshirë të glaburojnë prona publike, e shpresoj shumë këtë, që të mos jesh, edhe pse në indiciot e para publike shfaqesh me personazhe të cilët kanë interesa të drejtë për drejta në qytetin e Vlorës, por kjo është problemi juaj dhe këtë e ftoj edhe qytetarët që ta vlerësojnë, sepse është shumë e rëndësishme që mos t'jeni peng i askujt, t'jeni ju vetvetja që qytetarët u kanë mandatuar, edhe pse 7% asaj 12.5%, një rezultat për cilin duhet të ngrëm alarm të gjithë si majtas edhe djathtas, sepse të jenë gjysma e atyre që vajtën të votojnë nga 2023 në 2025, tregojnë që diçka në këtë qytet dhe në këtë politikbërje nuk ka shkuar. Kuptohet që pjesën më të madhe të problemi duhet ta shikoni ju, sepse jeni ju që jeni kryet. Po nuk kandidoj dot unë Ilir, se jam ande nga jeti vëlla. Kështu që unë këtë ftesë kam, po ti ç'ke burr, ti unë thash tyja. Ti e paras përfaqëson asgjë një. Ç'a ke? Zoti Hoxha e përfunduat fjalën. Po edhe po kjo s'ka lidhje se ma ke thënë edhe një herë ta kam kthyer përgjigjen e kësaj kampit socialist. Tani mos e unë e kam me kryetarin e bashkisë zotëri. Të lutem përfunduat. Të lutem ti edhe një herë, o Ilir. Zoti Hoxha. Po fola për projekt vendimin. Të lutem. Të pëlqen. Zoti. Po 116 veta vëlla, ja kërkova unë. Tani ai përfundove. Muska. Si ta bëri tuja që e ndave atëre para 6 muaj që duhet ndar. Tash ishte i qartë dhe kjo për bashkimin. Bravo, në rregull, pra, ato që kemi, ore ne prap jemi sot tu, prap jemi sot u zënja kryetar, ta mbarojnë të lutem mikrofonin ta përfund. Po se përfundova apo më ngacmoj ai se unë isha drejt fundit. Po jo pra jo se ti në 10 minuta 5 i ke vetëm jashtë derës, 5 i ke brenda derës. Thuaj të lutem. Bravo, shumë. Po, kjo të drejt. Jo si juve që i lëpini këta na 3 muaj pasaj vrisni. Po se kemi këtë ne, se kemi, ne nuk të vrasim, ne të respektojmë. Edhe kur je kundërshtar të respektojmë, edhe këto e kam ftesë miqësore. Zoti Hoxha, ju tërheq vëmendjen, të lutem përshëndrohet për vendimin dhe mbyll fjalën. Po pse më tërheq vëmendjen, mua më kanë fjalën, duhet të tërheq vëmendjen Ilirit që po bën zhurmë. Po sqaron Zoti Nalie, ndërkohë që kishe një temë tjetër. S'ka problem, nuk më prish punë se nuk shqetësohem. Tani për ta përfunduar unë ja bëra ftesën time zonjës Mersini dhe kërkoj miqësisht, meqense jemi këtu, edhe për kolegët, edhe për qytetarët që na ndjekin, të na thotë diku